Këtu është horoskopi e 4 dhjetor 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Iftet e forta zgjidhin probleme sipërfaqësore. Çdo dyshim dhe hezitim që mund t'ju ketë shqetësuar në ditët e fundit do të zhduket gradualisht me kalimin e ditës. Demi. Do t'ju duhet një pauzë për reflektim në krahasim me muajt e kaluar, megjithatë, projektet po shkojnë më mirë. Ata që janë ndarë tashmë kanë një flak të re. Binjaket. Shumë prej jush ndihen sikur nuk po jetojnë jetën që duan vërtet, dhe ky është burimi i konfliktit, sepse ajo që dukej e rëndësishme dje nuk është më e rëndësishme sot. Gaforja. Mos harroni se angazhimet e reja ju largojnë. Ju kërkoni dashurinë dhe besimin e atyre që doni. Nëse keni qenë vetëm për disa kohë, duhet të tregoni veten për rreth. Luani. Dashuritë që kanë lindur kohët e fundit janë premtuese edhe në të ardhmen. Në sferën profesionale, gjithçka po shkon më mirë nga sa mendoni. Virgjeresha. Duke shpenzuar shumë në punë do të dëshironi një rikonfirmim. Kujdes me njerëz të lidhur me ndjenjat tuaja maturi të dy fish. Peshorja. Unë rekomandoj kujdes fizikisht nën stres për shkak të stresit dhe tensioneve në punë. Shpërqendrimi në dashuri mund t'ju kushtoj shtrenjë. Shikoni si lëvizni. Akrepi. Një negociat në fushën e shitjeve mund të lirohet ose një situatë që disi ishte ndalur nga një pengesë ligjore. Me Demin dhe Gaforen mund të bëni plane afatgjata. Shigjetari. Optimist, proaktiv, të lindurit që duan të fitojnë sfida mund ta shohin ditën vetëm me optimizëm. Ju jeni shumë më të fortë dhe më aktiv ndaj të tjerëve. Nëse dashuria juaj ka lindur kohët e fundit, ajo forcohet në këtë moment, historitë e reja janë më të mira. Bricjapi. Ata që kanë një biznes apo blerje në mendje do të kenë probleme. Dashuria kërkon më shumë vëmendje. Ujori. Periudha pjellore për çifte që mund dhe duan të kenë një fëmijë. Rimëkëmbja në punë, suksesi. Peshqit. Ju po mbivendosni shumë mendime, mos harroni t'i menaxhoni me kujdes, veçanërisht në këtë ditë që mund të sjellë disa kujtime shumë ose një telefonat të padëshiruar. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.